Me dy vendime donimin pikuris, kompania Arbtrans 2010 e krijuar nga ish-zyrtari bashkiak Arben Maloku dhe administruar nga babai i tij, Shoqëri Maloku, vjon të përfitojë leje të rëndësishme ndërtimi me firmën e kryeministrit Edi Rama. Rasti i Arbtransit nuk është izoluar, por ai përbën një nga situatat më tipike për të kuptuar se si shpërndahen lejet e ndërtimit në Shqipëri. Integrimi i kompanive të ndërtimit përsërit shkeljeve ligjore. Seria e dënimeve penale nuk përbën asnjë ndalesë për të përfituar nga vullneti i mirë i qeverisë. Është një nga ato situata për të cilët partnerët ndërkombëtarë shohin me shumë skepticizëm rrugtimin e vendit drejt BE-s. Qeveria përbetohet se ka përmbushur kriteret bazë tek themelorët për zbatimin e ligjit dhe forcimin e institucioneve ligjzbatuese. Por historia e Arbtrans 2010 tregon se as për fasad kryeministri Rama dhe stafi i tij i ngushtë nuk përpiqen as pak të tregojnë me vepra konkrete se mbështesin ligjshmërinë. Fundjavën e kaluar, Gjykata e Tiranës shpalli fajtor pronarin në letra të kompanisë Arbtrans 2010, Shoqëri Maloku, për falsifikim dokumentesh dhe dënoi ato me 9 muaj burgim, një dënim që u konvertua në shërbim prove. Maloku dhe një varce e tij, Aleksandra Muhametlari, rezultojnë se kanë falsifikuar dokumentet për prishjen e një pallati në kombinat, të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Prokuroria e Tiranës zbuloi se kompania e Malokut Arbtrans 2010 kishte fituar një tender për demolimin e 5 objekteve në zonë e kombinatit në periferi të Tiranës. Por në vijim, u konstatua se ata kishin përfshirë në punët e realizuara edhe demolimin e një godine 5 katëshe, e cila ishte rrëzuar më herët nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë së Kryeqytetit. E në këtë mënyrë, kompania Arbtrans 2010 kishte përfituar financime nga Bashkia e Tiranës në mënyrë fiktive. Në dosjen gjyqësore thuhet se shtetësia Aleksandra Muhametlari, si përfaqësuese e subjektit Arbtrans 2010 SHPK dhe Klaiger Construction SHPK dhe mbikëqyrësi i punimeve subjekti Megian Studio SHPK, që fitoi tenderin e demolimit të objekteve, ka përfshirë edhe objektet që ishin të demoluara që në muajin janar 2021, duke paraqitur rrethana të rreme, punime fiktive dhe shkaktuar dëm në vlerë monetare buxhetit të Bashkisë Tiranë, me disbursimin e fondeve publike për punime fiktive. Mëtej thuhet se dokumenti u hartua nga shtetësia Shoqëri Maloku, cilësinë e sipërmarrësit të punimeve, i cili ka konsumuar elementet e veprës penale të parashikuar në nenin 186 fraksion 2 të kodit penal, pasi ka qenë personi përgjegjës në hartimin e dokumenteve dhe ka paraqitur të dhëna të rreme. Më parë, kompania Arbtrans 2010 dhe pronari i saj në letra, Shoqëri Maloku, janë shpallur fajtor dhe janë dënuar nga Gjykata e Tiranës për ndërtim pa leje. Rasti përfshin një ndër situatat më skandaloze të ndodhura në kryeqytet në vitet e fundit. Në shtator të vitit 2022, ish-ministri i brendshëm Nikos Bleti Çuçi konstatoi kate pa leje në një pallat shumë pranë banesës së tij në zonën elitare të Myslimshyrit në Tiranë. Kompania Arbtrans kishte marrë leje për ndërtimin e një godine 10 katëshe, por në realitet kishte shtuar hapësira të mëdha, rreth 3000 metra katror në mënyrë tërësisht abuzive. Kjo kishte ndodhur në qendër të kryeqytetit, në hundën e të gjithë institucioneve kontrolluese dhe ligjzbatuese shqiptare. Zbulimi i katëve pa leje u krye gjatë fushatës së shpallur nga qeveria për evidentimin e ndërtimeve të paligjshme në Tiranë dhe në zonën bregdetare. Nga të dhënat hetimore rezultoi se shoqëria private ka ndërtuar thuajse 3800 metra katror pa leje. Referuar zonës së godinës, vlera e kësaj shtese arrin në shumën e miliona eurove në shitje. Nga hetimet dhe si pyetja e personave përgjegjës është zbuluar dhe mekanizmi se si pronari i kompanisë Shoqëri Maloku si dhe inxhinierët Hysnin Gjoçi, Dritan Gjoni, Edmond Çndoi dhe Orgeta Bardho kanë shtuar sipërfaqen e konsiderueshme pa leje. Projekti i pallatit parashikonte që pjesa e dyqaneve në kuotën 0 do të kishte kolona të dala dhe në thellësitë të saj ishin dyqane me fasad xhami, ndërsa në realitet kompania e ndërtimit ka nxjerr fasadën e xhamit të dyqaneve deri tek kolonat, duke shtuar pa leje në këtë mënyrë sipërfaqe të konsiderueshme të njësive tregtare, të cilat sipas rregullave të tregut kushtojnë shumë më tepër se sa vlera e apartamenteve. Po ashtu, projekti i miratuar nga Bashkia e Tiranës parashikonte që godina në pjesën e lartme të saj të kishte mure dhe kolona të pjerta. Gjatë zbatimit, pronarit dhe inxhinierët e kanë ndryshuar, duke drejtuar kolonat dhe muret dhe si rrjedhoi duke përfituar sipërfaqe të konsiderueshme ndërtimore pa leje. Kjo ishte pjesa e fshehtë e punimeve pa leje. Por ajo që ishte më e dukshme ishin katet pa leje në shkelje flagrante të projektit. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Velia, në datë 15 janar 2021, ka miratuar lejen e ndërtimit për objektin godim banimi dhe shërbimi 4 dhe 5 deri në 9 kate me 2 kate parkim dhe shërbim nën tokë në favor të Arbtrans 2010. Për këtë rast, Shoqëri Maloku u dënua në maj 2024 me 3 vjet burgim,
i cili zbriti në 2 vjet për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjykata e Tiranës shpalli gjithashtu fajtoret e personit juridik Arbtrans 2010, duke dënuar me 3.5 milion lek gjob, si dhe përjashtim nga e drejta për të fituar leje ndërtimi. Por ky dënim nuk e ndaloi kryeministrin Edi Rama që ta akordojë leje tjetër ndërtimi për shoqërinë e krijuar nga Arben Maloku. Në 25 shtator 2025, Këshilli Kombëtar i Territorit i drejtuar nga Edi Rama miratoi lejen e ndërtimit, godin banimi dhe shërbimesh 5, 7, 10, 12, 14 dhe 15 kate mbi tokë dhe 2 kate nën tokë në Shkos, Bashkia Tiranë, me subjekt zhvillues Arbtrans 2010. Në lejen e kundërfirmosur nga zëvendës kryeministrja e kohës Belinda Balluku dhe drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit Adelaida Roka, kompania e Malokut fitoi të drejtën për një sipërfaqe totale ndërtimore rreth 19.000 metra katror, të ndarë mes kateve mbi tokë dhe atyre nën tokë. Kompleksi i banimit për Arbtrans 2010 gjendet pranë nazës kryesore të qytetit, diku tek materniteti i ri, një zonë me forcë të rëndësishme graviteti për kompanitë e ndërtimit gjatë viteve të fundit. Kompania Arbtrans është themeluar në vitin 2010 me pronar të vetëm Arben Malokun. Në vitin 2018 Arbenia shet kompanisë për 100.000 lek vjerit të tij Fatmir Miri. Ndryshimi i pronësisë duket si fitive dhe një lëvizje detyrueshme pronarit real të saj. Arben Maloku me firmën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj u emërua në atë kohë administrator njësisë administrative Zallher. Pozicionin publik e pengonte kompaninë e Arben Malokut për të përfituar leje ndërtimi në kryeqytet. Për këtë arsye, ai gjeti një emër që në pamje të parë nuk kishte lidhje direkte me Arbenin, por të dhënat e mëtejshme treguan se pronari i ri nuk kishte as më e shumta dhe as më e pakta se sa vjerri i tij. Në vitin 2021 pronari në letra Fatmir Miri i adhuroi kompaninë Arbtrans 2010 shoqëri Malokut, Krushkut, të tillë dhe njëkohësisht babait të themeluesit të kompanisë, Arben Maloku. Që pra asaj kohe, shoqëri Maloku është aksioner i vetëm zyrtar i kompanisë së ndërtimit, ndërkohë që ekzistojnë dyshime të forta se të gjitha lidhjet e aktivitetit tregtar lëvizin nga Arben Maloku. Kompania Arbtrans 2010 rezulton një prej klientëve permanent të tenderave publik. Të dhënat të përpunuara nga portali informativ Spending Data Albania tregojnë se shoqëria ka përfituar rreth 12 miliard lek të vjetra ose mbi 12 milion euro për periudhën 2019-2026. Të shifra u takojnë tenderave publik rutinor të zhvilluar nga institucione të ndryshme publike, qendrore dhe vendore. Ndërkohë të dhënat zyrtare tregojnë se kompania e krijuar nga Arben Maloku në bashkëpunim dhe me kompani të tjera është fituese edhe në disa prej procedurave të rindërtimit, për një vlerë totale mbi 10 milion euro. Këto tendera të zhvilluar me procedurë urgjente janë të shpërndarë në Kurbin, Kamës dhe Tiranë.